Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shqiptar ka protestuar këtë të njëjtë para Ministrisë së Arsimit në lidhje me penalizimin që po u bëhet mësuesve të vjetër, të cilëve u kërkohet t'i nështrohen provimit të licencës. Një udhëzim i miratuar vitin e kaluar u pamundëson futje në procesin e kualifikimit qindra mësuesve të punësuar pas vitit 2011 dhe që kanë përfunduar arsimin përpara këtij viti. Sindikata ka shprehur kundërshtimin ndaj kësaj kërkese dhe duke ju referuar ligjit për profesionet e rregulluara, thekson se zbatimi i saj nuk duhet të injorojë përvojën dhe kualifikimet e mësuesve të vjetër. Mësues të cilët janë futur në sistem pas vitit 2011, edhe pse ata në diplomat e tyre kanë titullin mësues, janë punësuar sipas kritereve të punësimit nga Ministria e Arsimit, nuk lejohen të vazhdojnë kategorinë e kualifikimit pasi Ministria nëpërmjet një udhëzimi nuk e lejon. Hapaton në atë radhës do të jenë lobim deri te ndryshimet e akteve dhe të ligjeve të cilët sjellin pasoja në vazhdimin e punësimit tonë, ne duam ndjehemi të sigurt. Si mund punosh në shkollë ku ke je përballë presioni që ti s'ke licencë. Ne bëjmë kërkesa për të rritur cilësinë e mësimdhënies, kërkesa të cilat çojnë në rritjen e dinjitetit të mësuesit, ata bëjmë presione me dhënje provimesh pas një pikë vlere. Se duhet t'japi mbas 15 vitesh t'japi një provim për çfarë? Për të mos ia dhënë atë provim, për t'i bërë presion për atë provim, për të mos kërkuar më shumë të drejta për veten e tyre. Përmes këtij udhëzimi administrativ po u mohohet e drejta e kualifikimit qindra mësuesve që kanë përfunduar studimet në profil mësues dhe janë kualifikuar ndër vite me kategori profesionale si mësuesi i kualifikuar dhe specialist. Ata kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme për shfuqizimin e tij, në të kundërt protestat do të vijojnë.